2 muaj pas vendimit të Bashkisë Kamës për rritjen e çmimit të biletës së transportit urban, i shoqëruar me akuza për konflikt të hapur interesi, Autoriteti i Konkurrencës ka vendosur të nisë një hetim paraprak për këtë rast. Institucioni bën me dije se hetimi është hapur pas ankesave të depozituara dhe shqetësimeve të bëra publike në media lidhur me rritjen e çmimeve të biletave dhe aboneve të transportit urban në Bashkinë Kamës. Sipas Autoritetit të Konkurrencës, hetimi synon analizimin e kushteve të konkurrencës së lirë dhe efektive në tregun përkatës. Kujtojmë se 2 muaj më parë, vendimi për rritjen e çmimit të biletës në linjen Kamës-Tiranë nga 40 në 50 lekë, si dhe rritja e çmimit të abonesës mujore nga 1200 në 1400 lekë, u shoqërua me dyshime serioze për konflikt interesi. Ndërkohë, qytetarët e Kamzës e kanë cilësuar vendimin si një barrë të padrejtë ekonomike, duke kërkuar hetim institucional për një vendimarrje që sipas tyre ka cënuar hapur interesin publik.